Pse Kurani nuk është thjesht një libër? Nëse dëshiron të zbulosh sekretet e universit, mendo në termat e energjisë, frekuencës dhe vibrimit. Këto fjalë të Nikola Teslës sot po vërtetohen nga shkenca moderne në një mënyrë që po të merron shumë kënd. Çdo gjë në këtë botë dritet, trupi ynë, qelizat tona, madje edhe mendimet tona kanë një frekuencë. Po sikur t'ju thosha, se aktualisht po zhvillohet një luftë e padukshme, një luftë ku arma kryesore nuk janë plumbat, por tingujt, muzika dhe frekuencat që po dëgjojmë çdo ditë përmes telefonave tanë. Një luftë e projektuar për të kontrolluar organin më misterios të qenies njerëzore, zemrën. Mbi 1400 vite më parë, Kurani erdhi në një format të paprecedent. Ai nuk zbriti si një libër i shkruar, por si një kod zanor. Pse Zoti zgjodhi pikërisht tingullin për të shpallur mesazhin e tij të fundit? Dhe çfarë thon hadithet për fitnën e zërave në kohën e fundit? Në shkencë eksakte, një degë quajtur cymatics, studimi i dukshëm i tingullit dhe vibrimit. Kur rëra vendoset mbi një pllak që dritet me frekuenca të caktuara, ajo organizohet vetvetiu në forma gjeometrike të mahnitshme dhe komplekse. Tingulli krijon strukturë, tingulli krijon rend. E meqense trupi i njeriut përbëhet nga më shumë se 70% ujë, imagjinoni se çfarë bëjnë frekuencat që na rrethojnë me qelizat tona. Sot, shkenca e pranon se muzika moderne e akorduar kryesisht në frekuencën standarde 440 Hz, që nga mesi i shekullit kaluar, shpesh nxit ankth, agjitim dhe stimulon pjesë më primitive të trurit njerëzor. Tani le të kthehemi te Kurani. Kurani nuk quhet thjesht kitab, libër, por Kur'an, që gjuhësisht do të thotë recitim, diçka që duhet të lexohet me zë dhe me rregulla strikte akustike të quajtura tajvid. Kurani ka një strukturë unike matematiko-akustike. Kur ai recitohet sakt, frekuencat e zërit nuk janë thjesht artistike. Ato përkojnë me frekuencat e qetësimit të sistemit nervor njerëzor. Për një kohë të gjatë, shkenca besonte se zemra ishte thjesht një pompë gjaku, por neurokardiologjia moderne ka zbuluar se zemra ka sistemin e saj nervor, një tru të vogël me mbi 40.000 neurone. Zemra ndjen, mban mend dhe përpunon informacione. Më e rëndësishmja, fusha elektromagnetike e zemrës është 5000 herë më e fuqishme se ajo e trurit dhe shtrihet disa metra jashtë trupit ton. Kjo është saktësisht ajo që Kurani deklaroi shekuj më parë. Zoti nuk thot se njerëzit mendojnë vetëm me kokë, por thot në suren Hajj, ajeti 46. A nuk u thuan ata në për tokë e të kenë zemra me të cilat kuptojnë? Zemra islamike, ose kalbi, është qendra e perceptimit shpirtëror dhe intelektual. Dhe çfarë thotë Zoti për mënyrën se si kjo qendër elektromagnetike e trupit gjen balancën e saj të plot? Në surën Ra'd, ajeti 28, ai thotë: vërtet, me përmendjen e Allahut, dhikr, zemra të gjen qetësi. Kur njeriu dëgjon apo reciton Kur'an, fusha elektromagnetike e zemrës hyn në një gjendje që shkencëtarët e quajnë koherencë kardiake, një sinkronizim i përsosur mes së zemrës, trurit dhe sistemit imunitar. Është një proces i pastrimit të ndryshkut që grumbullohet nga frekuencat negative të botës. Në kohën tonë, jemi të bombarduar. Çdo dyqan, çdo video, çdo ambient është i mbushur me muzikë dhe zhurmë artificiale. Njeriu modern pothuajse ka të pamundur të qëndrojë në heshtje absolute. Dhe ky nuk është një aksident. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, dha një paralajmërim dritërues për gjeneratat e ardhshme. Në një hadith të saktë transmetuar nga Imam Al-Buhariu ai tha: do të ketë në umetin tim njerëz që do ta quajnë të lejuar imoralitetin, mëndafshin, alkoolin dhe instrumentet muzikore. Pse instrumentet muzikore u përmendën në të njëjtën linjë me alkoolin dhe imoralitetin? Për shekuj, ky hadith është debatuar nga ana ligjore, fik. Por nëse e shohim nga ana shpirtërore dhe neuroshkencore, kuptimi është i qartë, si alkooli, ashtu dhe muzika e caktuar, kanë aftësi të ndryshojnë gjendjen e ndërgjegjes, të mpijnë mendjen dhe të anashkalojnë barierat të mbrojtje të zemrës. Kur zemra ekspozohet vazhdimisht ndaj frekuencave që nxisin epsh, trishtimi artificial apo rebelim, ajo pëson atë që në Islam quhet rane, një stres e errët që e bën zemrën të paaft për të parë të vërtetën. Në këtë gjendje, njeriu bëhet lehtësisht i manipulueshëm. Zoti krijoi natyrën në një frekuencë të caktuar. Zhurma e gjeteve, rënia e shiut, valët e detit, të gjitha këto kanë një efekt shërues sepse janë në harmoni me krijimin, ose fitran. Kurani është i vetmi mesazh zanor që përputet 100% me këtë fitra. Nuk është rastësi që Kurani i bën njerëzit të qajnë, edhe kur nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Është frekuenca e shpirtit që njeh zërin e krijuesit të vet.
Kur profeti recitonte Kur'an natën, kureshtarët dhe armiqtë më të mëdhenj të Islamit fshiheshin pas mureve të shtëpisë së tij për ta dëgjuar fshehurazi, sepse trupi dhe shpirti i tyre nuk i rezistonte dot asaj të vërtetë akustike. Në një botë që po bëhet gjithnjë më e zhurmshme, ku valët dhe frekuencat artificiale po përpiqen të diktojnë se çfarë duhet të ndjejmë, zgjidhja është rikthimi te heshtja dhe leximi i Kuranit. Herë tjetër, kur të vendosni kufjet në vesh, pyeteni veten, çfarë frekuence po lejoni të futet në mbretërinë e zemrës tuaj? Kush po e programon mendjen tuaj? Fillo dhe mbroje zemrën tënde.